2 javë pas përfundimit zgjedhjeve parlamentare, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se opozita do të ndërmarrë çdo aksion për të denoncuar këtë proces, përfshihet edhe grevën e urisë së deputetëve në muajin shtator. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha theksoi se nuk përjashtohet asnjë rrugë për denoncimin e asaj që ai e cilësoi farsa elektorale e 11 majit. Absolutisht i gatshëm ta udhëheq gjërën fitore. Dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Nuk përjashtohet asnjë variant. Për të mbështetur akuzën se bandat kriminale ndikuan në rezultatin e 11 majit, Berisha u ndal tek qarku i Durrësit, ku një deputet i Partisë Socialiste pothuaj i panjohur, Arkend Balla, mori 20.718 vota. Sipas Berishës, deputeti Balla u mbështet nga banda e troplinëve. Si mund të flasin për fitore zgjedhjesh kur i njëjti person ka marrë 2.400 vota apo 500 vota në zgjedhjet e 21-shit dhe pasi ndron bjem në Arkend Troplini merr 21.000 vota. Te i kalon me 5.000 vota Edi Ramën. Berisha artikuloi akuzat e ndaj SPAK-ut, i cili sipas tij vonoi operacionin Ura pas zgjedhjeve parlamentare. Irena me 5 emra ban 42 ditë për të marrë vendimin për Elvis Doçin. E morën vesh besoj që të gjithë krerët e kartelit Troplini janë të lirë. Janë të lirë narrativ gjoja, në fakt janë të gjithë në të tyre. Sipas Berishës, 11 maj ishte farsë elektorale, farsat nuk mund fitohen nga opozita, ndaj Partia Demokratike do të bëjë gjithçka për të larguar Edi Ramën nga posti i kryeministrit dhe për zhvilluar zgjedhje të reja.